Në një ceremoni të posaçme, kundër admiral Ersen Mullaj mori zyrtarisht detyrën e komandantit të forcave detare pas dekretimit nga presidenti i Republikës. Ai zvendëson në këtë detyrë nën admiral Adnan Dagastra, i cili përfundon mandatin e tij në krye të forcës detare. Në ceremoninë e dorëzimit të detyrës mori pjesë ministri i mbrojtjes Piro Vëngu, i cili vlerësoi ndërimin e komandës si pjesë të vërtimësisë profesionale dhe forcimit të leadershipit në forcat e armatosura. Ministri Vëngu shprehu mirënjohje për kontributin dhe leadershipin tregtar nga nën admiral Dagastra gjatë një karriere të gjatë në shërbim të vendit. Në fjalën e tij, Vëngu theksoi angazhimin e qeverisë shqiptare për rimbëkëmbjen dhe modernizimin e forcës detare, duke cilësuar dimensionin detar si një prioritet strategjik kombëtar. Sipas tij, kjo është një përparësi e qeverisë shqiptare artikuluar disa herë edhe nga kryeministri dhe në themel të saj qëndron rikthimi i vendit në horizontin e tij detar dhe adriatiko-jonian. Në përfundim, ministri Vëngu uroi suksese komandantit të ri, personelit të forcës detare dhe familjeve të tyre, duke theksuar synimin për ndërtimin e një force detare moderne, plotësisht integruar në Aleancën e Atlantikut të Veriut dhe të gatshme për mbrojtjen e interesave kombëtare dhe sigurisë detare.